dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje njetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje njetën time. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time. Do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të ta adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri është kënga që na riktheh në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Ildën edhe Venerën. Për gjithë ata që ndoshta sapo kanë hapur radion dhe janë duke na dëgjuar, ne jemi duke prezantuar nismën më të fundit nga Fondacioni Misioni Emanuel për Zhvillim dhe Integrim, një zemër për festa dhe një shkurtimisht Ilda, çfarë është kjo nismë? Si lindi ideja për të? Po, nisma një zemër për festa është në fakt një thirrje zemre. Është një përpjekje që ne ti themi një të moshuari i cili jeton vetëm që ti nuk je i haruar. Sepse kemi parë nga puna jone e përditshme se sa problematike ka qenë kjo pjesa e vetmisë, edhe aq më tepër kur vjen periudha e festave ku për të tjerit, për pjesën tjetër është një atmosferë e gëzuar, është një atmosferë festive, e zhurmshme. Për këta të moshuar është një heshtje dhe një heshtje shumë e rëndë që të vrejt. Prandaj, kështu na ka lindur ideja, na ka lindur nga puna jone e përditshme në teren, kur kemi parë që një i moshuar mezi pret gjatë gjithë ditës që dikush t'i trokas në derë, apo të shkoj të vizitoj ata. Edhe kemi kuptuar se në këto momente ne kemi kuptuar që ka disa bushleqe të cilat nuk i plotëson dot as me një paketë ushqimore, as me shërbime sociale, por kupton që ai problemi më i madh për ata është vetmia, është mungesa e kontaktit, që dikush të shkoj, t'i dëgjoj, të bisedoj me ta. Edhe pikërisht kjo ka qenë, kështu na lindi kjo ide që në prag festash të mos i lejmë vetëm. Është e vërtet, Ilda, dhe unë besoj që gjithsecili prej nesh, nëse nuk ka kontakt të vazhdueshëm me një të moshuar, ndoshta nuk e ka në ambientin e shtëpisë, mund bëhet gjithmonë edhe më tepër nostalgjik për mënyrën se si ne kemi kaluar qoftë edhe fëmijërim, por edhe në moshë më të rritur me gjyshërit tanë. Unë të paktën personalisht bëhem shumë nostalgjike edhe shumë e ndjeshme në këtë pjesë, sepse e di se sa e nevojshme ka qenë paktën për gjyshin me cilin unë kam jetuar për të shprehur, për të ndarë, qoftë edhe për treguar ato historitë e tyre në të kaluarën, por edhe gjithçka që ata e kujtonin me nostalgji, dhe jam e sigurt për çdo gjysh dhe gjyshe është kjo ndjesia dhe dëshira për të treguar më tepër, për të ndarë. Edhe besoj që ju jeni një ndihmë shumë e madhe, duke nisur që nga punojësit social që janë në kontakt të vazhdueshëm dhe thuajse të përditshëm me ta, qoftë edhe për të ndarë ato historitë e vogla që ata
i kujtojnë me shumë dashuri, me shumë nostalgji. Prandaj Venera, në rolin e punojëse sociale ti je thuajse në kontakt të vazhdueshëm me gjyshrit me të cilët ti punon, sikurse dhe punojësit e tjera sociale pranë Fondacionit Misioni Emanuel për zhvillim dhe integrim. Prandaj nga eksperienca jote, cilat janë disa nga vështirësitë që ke vënë çdo ditë tek të moshuarit me të cilët ti takohesh, ata që janë gjithmonë edhe më tepër të vetmuar, dhe që nga ana tjetër ju vazhdimisht me punën tuaj përpiqeni ti adresoni edhe përmes nismës Një zemër për festa. Në fakt, roli jonë si punojë social, përveç rolit që kemi në përqendrat komunitare Epoka e Art, vazhdon dhe tek vizitat në familje, ku çdo punojë social ka një listë të regjistruar ku janë 75 të moshuar, të cilët marrin shërbim nga një punojës social, dhe kështu vazhdon për të gjithë të tjerët. Ndërkohë që sfidat dhe vështirësitë në fakt janë të shumta, por një prej tyre, siç e përmendi dhe Ilda, është vetmia. Në fakt, në momenti që ne ju shkojmë në familja për të bërë vizitën rutinë që ne kryejmë, për të ndihmuar, ata zihen në vështirësi për kur i pyesim në momentin që po familjarët tuaj ndodhen këtu, janë jashtë, shumica prej tyre jetojnë dhe vetëm fare dhe nuk kanë as familjar. Është e vështirë në fakt situata, duke qenë se numri i të moshuarve është sa vjen dhe në rritje, dhe normal që dhe nevojat e tyre shtohen sa vjen dhe rritet mosha. Por këto vizita që ne kryejmë nuk janë thjesht ajo trokitja në derë për të parë në qoftë se janë mirë apo jo. Është dhe pjesa e mbështetjes emocionale që ne ofrojmë, duke qenë se të moshuarit përballen shpeshherë me mungesa apo nevoja ekonomike, me mungesë të patratuarave të shërbimeve ose të nevojave të që ata kanë, ne gjendemi aty për t'ja u plotësuar në një lloj mënyre, me këtë mbështetjen emocionale, por edhe fizike që ne ju ofrojmë. Sepse nuk është vetëm emocionale, ajo është shumë e ndjeshme, patjetër na prek, por nga ana tjetër le të mos harrojmë që ata kanë ato nevojat e tyre të përditshme bazike, qoftë për të marrë ushqime, ndoshta disa prej tyre kanë të pamundur për të lvizur, për të shkuar për të bërë një vizitë tek mjeku, edhe të gjitha ato që ne tashmë i dimë, por nga ana tjetër dashur pa dashur edhe i neglizhojmë, sidomos ata persona që nuk është se kanë një kontakt të vazhdueshëm me të moshuarit. Cilat janë hapat përgatitore, të cilat ju jeni duke i ndjekur aktualisht për sa i përket nismës Një zemër për festa, dhe çfarë mbetet ende për tu finalizuar, sepse e di që është një nismë e menduar me shumë detaje, ka nisur tashmë dhe është në një proces shumë të rëndësishëm deri në momentin që ju mendoni për të realizuar atë finalen. Në fakt ka disa muaj që e kemi menduar që të ndodhte kjo nismë, dhe siç e përmenda Kela, ideja ka ardhur nga tereni, nga vetë puna që sapo prezantoi dhe Venera, e punojësve social. E kam parë se sa e vështirë ishte kjo pjesa e vetmisë që ata ndjenin, edhe duke qenë se po afronin festat, e menduam që tani imagjino sa më shumë do e ndjejnë ato ditë festive ose atë muaj, se le të themi gjithë dhjetori është një muaj festiv. Kështu që puna nisi fillimisht me identifikimin e të moshuarve, që kësaj pjesës të moshuarve që ishin vetëm fare, domethënë ose jeton një person ose mund të jenë dhe të dy, burrë e grua, por nuk presin dikë në festat e fundvitit, sepse mund të kenë fëmijë, po mund të kenë shumë larg, ose nuk kanë fëmijë, nuk kanë mbështetjen e tyre, kanë problematika nga më të ndryshme. Kështu që hartimi listave ishte ai hapi i parë, le të themi. Edhe më pas ne e paraqitëm gjithë të idenë tonë në një projekt vogël, le të themi, duke ju bashkëngjitur projektit edhe një ftesë bashkëpunimi, për të cilën kemi shpërndar në shumë institucione, në shumë biznese, dhe kemi filluar të trokasim derë më derë gjatë gjithë muajit nëntor. Ka qenë kjo periudhë përgatitore për t'i njohur, sepse nuk e thash, por
menduam që kjo nismë do të jetë një nismë që do të mbështetet nga komuniteti. Vetë komuniteti do të jetë ai që do të kontribojë Pra për të realizuar në fund. Një lidhse midis tyre të moshuarve Po, dhe pikërisht. bizneseve, komunitetit, individëve. Po, pikërisht kjo dhe gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi bërë këto takimet e vazhdueshme me institucione, me biznese, me individ, me që gjithë komuniteti të përfshihet. Në këtë moment jemi në fazën që kemi grumbulluar një sasi të madhe të konsiderueshme, le të themi ato që pjesën më të madhe të gjërave që nevojiteshin për t'ju bërë atë pakon festive, sepse siç e tham, atë ditë që ne do t'ju shkojmë për vizitë, qëllimi nuk është vetëm çuare e kësaj pakos, po për të mos i shkuar duar bosh dhe për të mos i lënë që ta ndjejnë më shumë atë boshllëkun për festa, do t'ju çohet edhe pakoja dhurat, po qëllimi më madhor është që t'ju ofrohet mbështetje, t'ju tregohet që ti nuk je vetëm, një arsye për t'i sjell buzëqeshje dhe për t'ja u lehtësuar atë barën në kohën e festave. Dhe për këtë në fakt i kemi ftuar edhe komunitetin që atë ditë që ato ditët e fundit kur nisma të finalizohet, kur ne të shkojmë dhe të bëjmë vizitat tek të moshuarit, të jemi bashkë me njerëz të tjerë, të jemi me të rinj shkollash, të jemi me familjar, me individ, kushdo që do t'i bashkohet. Ilda, jam kurioztare. Duke qenë se ti ke qenë përgjatë kësaj periudhe, thuajse gjatë gjithë nëntorit në kontakt të vazhdueshëm me individ, me persona të cilët kanë një rol të rëndësishëm në komunitet, por edhe me biznese, institucione, si ka qenë reagimi tyre? A janë të hapur për të mbështetur Po. edhe për t'u bashkuar gjitha nismave që vinë? Të gjithë pa përjashtim e kanë mirëpritur si ide, e kanë përqafuar dhe e kanë pëlqyer dhe mund të them që kemi aq shumë njerëz që duan të jenë me ne, sa tani jemi në atë moment që po organizojmë kështu atë kalendarin e vizitave, sa do qëndrojmë tek një moshuar, kush do vi këtu, kush do vi, sepse ka shumë njerëz që duan të na bashkohen dhe të vinë për të vizituar. Është pikërisht pjesa më e rëndësishme e kësaj nisme, zemrat janë gati. Siç e ka dhe atë titullin, një zemër për festa. Gjëja e parë, zemrat janë gati që të shkojnë dhe të bashkohen. Pastaj ngelet për tu finalizuar pjesa e fundit, këto anët logjistike. Është diçka vërtet shumë e bukur, sepse ju do të shkoni jo vetëm si staf, të cilët keni patjetër kontakt të vazhdueshëm me të moshuarit, por me gjitha dhe individ të tjerë përtej stafit tuaj edhe sidomos të rinj të cilët mund t'ju bashkohen. Do të jetë vërtet shumë e veçantë edhe për vetë të moshuarit, ëh? Po, dhe për ata, se ata fytyrat tona pothuajse i kanë parë gjithmonë, po kur ti shkon kështu për vizitë bashkë me njerëz të tjerë. Po, kur kanë në ambientet e shtëpisë së tyre apo në ambientin ku ata jetojnë edhe persona të tjerë. Edhe kanë këtë dëshirë në traditën që ne kemi pasur për të erdhur gjithmonë në shtëpi, se zakonisht për festat dhe me si ka qenë dhe tradita të vinin të afërmit, familjarët, shkëmbenin ato vizita, që tani mbase është zbehur pak, po tek të moshuarit ka lënë nostalgji kjo gjë dhe besoj se ata do t'i kënaq kjo. Nuk e di si ka qenë ai momenti që ju ka lindur ideja për këtë nismë, ka pasur ndoshta një moment specifik nga puna juaj që ju ka bërë të kuptoni thellësisht pse jo, është shumë e rëndësishme që ne të ndërmarrim vazhdimisht iniciativa dhe nisma të tilla. Në fakt, duke qenë se kontakti me të moshuarit për ne është i përditshëm, normal që kjo nismë u mor për një arsye të caktuar. Gjatë kohës të vizitave në familje, tek ta të moshuar, kryesisht të vetmuar, ajo trokitja e derës tonë nuk është thjesht një mbështetje ose një vizitë që ne i kryejmë, por përkthehet në në diçka ku të moshuarit ndjen të rëndësishëm, ndjen që ata kanë vlerë dhe shpeshherë kjo është ajo që ata shprehin tek ne. Faleminderit që po vjen tek unë, sepse më bën të ndjem që kam vlerë ose jam akoma pjesë aktive e shoqërisë, pavarësisht se ata kanë punuar, kanë dhënë kontribut të madh normal, ndjen të vlerësuar, por në këtë moment e kuptova dhe pjesën që sa e madhe është ky ndeku midis gjendjes emocionale të tyre, të cilës nuk duket vetëm nga jashtë, duhet të hysh në brendësinë e tyre për ta parë këtë gjë. Është normal që një zemër për festat do i ndihmoj ose do i mbush këtë zbrastin që ata kanë,
për t'ju thënë, siç e tha dhe Ilda, ata nuk janë vetëm. Përveç vizitave që ne do ju kryejmë normal muaj për muaj, kjo do jetë si një qershim mbi tortë, po, për t'i ofruar atyre. Nga kontakti vazhdueshëm që ti ke me të moshuarit, a vin ndonjëherë ndoshta në mënyrë të tërthort edhe si ide prej tyre që shiko, ne kemi dëshirë që në këtë periudhë kemi më shumë njerëz, kemi ndoshta edhe persona që na vizitojnë. Si jetë në këtë lloj forme në fakt. Do doja shumë që familjarët e mi të ishin ose fëmijët e mi, por nuk munden, janë në punë dhe këtu kupton që ata e duan atë ngrohtësinë që ne do ja u japim në atë periudhë festash, ku është domosdoshme në fakt kjo ngrohtësi që ne do ju ofrojmë atyre. Pasin ajo pako që ne do shpjejmë nuk do jetë thjesht një pako festive, do jetë e përzir bashkë me një mbështetje emocionale, me një vizitë të ngrohtë dhe me njerëz të tjerë të shtuar. Jam e sigurt që ata do të vlerësojnë shumë shumë edhe atë mesazhe urimi, kartolina, gjëra kështu, dhurata speciale të veçanta për festën. Edhe që do të jenë si më tepër të personalizuara për ta dhe kjo bëhet patjetër shumë e veçantë. Kartolinat në fakt janë kartolinat shkruara me dorë që po është angazhuar një shkollë për t'i bërë këto, nxënësit e një shkolle dhe aty do t'ju vihet emri sipas çdo individi do t'i vihet emri personalisht dhe kjo të krijon më tepër afrimitet, e kupton që është pikërisht për mua, është krijuar për mua dhe kjo ngelet në kujtesën e një të moshuari. Doja të shtoja diçka për rolin e punonësit social në fakt, mendoj që këta punonësit social janë ura lidhse midis të moshuari, janë pikërisht ai syri që i shikon problemet dhe ai veshi që dëgjon të fjalët, dëgjon më shumë fjalët e tyre, edhe nëse ata nuk shprehen. Lexojnë përmes rreshtave nëse mund ta themi kështu. Sepse mendoj që tek të moshuarit marrëdhënia është gjithçka, edhe me punonësit social ndërkohë në kod, le të themi, ata avash avash hapen, krijojnë atë lidhjen e besimit. Kështu që kur të ndodhë të finalizohet ky aktiviteti nisma, mendoj se nuk do të jetë thjesht ajo vizita dhe prania, po do të jetë emocioni që ju lem ne të moshuarve, sepse dikush mund të haroj, dhe sidomos një moshor mund të haroj se çfarë i shpuret i kur i vajte për vizitë. Dhe zakonisht punonësit social ju çojnë gjithmonë nga në një diçka të vogël, po ndjesia që i ke bërë që ata të përjetojnë, kjo nuk harohet kur. Është e vërtetë dhe ne ky është qëllimi. Në këtë fazë të jetës që jemi, e kuptojmë që ndjesitë, emocionet që marrim, qoftë edhe nga një dhuratë e vogël, janë shumë më të mëdha se sa ndoshta mund të ketë dhurata e rëndësishme është që dikush ka menduar për ne dhe sidomos na ka gëzuar në ditë të tilla feste. Vizita që zakonisht punonësi social kryen në mënyrë të rregullt është një lloj terapie për këta të moshuar, sepse dikush përveç se po i viziton, po i thret me emër, po i jep besim, po ndan momente personale, kështu që është një lloj terapie për të moshuarit. Dhe shumë e rëndësishme për secilin prej tyre. Në këtë fazë të nismës që ju jeni, si po mendoni të përfshini gjithmonë edhe më tepër vullnetar, qoftë edhe donator, të cilët pse jo duan të ndihmojnë, duan t'ju bashkohen, edhe nga ana tjetër ndoshta për gjithë ata që janë duke dëgjuar për herë të parë nismën Një zemër për festa, si mund të bashkohen me ju, qoftë edhe antar të tjerë të komunitetit, të rinj, familje që duan të mbështesin dhe t'ju ndihmojnë. Nisma është e hapur për të gjithë mund të ofrohen, mund të japin diçka të vogël, sepse ne mendojmë që asnjë kontribut nuk është i parëndësishëm, mund të na bashkohen, siç edhe përmenda, për qoftë edhe në pjesën e përgatitjes së pakove, të cilën mendojmë që ta fillojmë javën e dytë të dhjetorit, sepse kemi lënë një afat që deri javën e parë të përfundoj grumbullimi dhe pjesa e fondit. Dhe pastaj ata mund të na bashkohen për përgatitjen e pakos, mund të na bashkohen për vizitat në familje, mund të përfshihen duke dhuruar diçka, duke përgatitur një pako, duke dhuruar në rastin e bizneseve donacione që do të nevojiten përsëri për këtë punë. Kështu që përfshirja e komunitetit mund të jetë me çdo lloj forme,
qoftë edhe me vizitën, që është shumë e rëndësishme, sepse siç e thash që kjo gjë do të vi jo vetëm nga misioni Emanuel, por do të vi misioni Emanuel bashkë me komunitetin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, për të përcjellë gjithmonë edhe më tepër ndërgjegjësim, por edhe për të përfshirë komunitetin. Sepse në fakt nuk është vetëm që ne të ndihmojmë Po. të moshuarit si nisë, por është që ne të sillim një kulturë të re, një edukat të re në komunitet. Edhe me sa po shikojmë, kjo duket sikur dhe komuniteti ka pritur për këtë Po. gjë, domethënë, se na është përgjigjur Dhe deri më në vjen këtë mirë, moment. më vjen mirë që njerëzit pavarësisht sfidave, pavarësisht gjithçka që kalojnë, sepse ne na ka ndjejnë këtë pjesën, ritmi i jetës shumë i shpejt për fat të keq, sidomos të rinjt me sfidat dhe vështirësitë që kalojnë, është shumë e rëndësishme për të përcjellë mesazhe të tilla. Edhe pse jo, do të ishte bukur që edhe më të vegjëlit fëmijët të vinë aty për të vizituar gjyshrit edhe për të përcjellë atë emocionin Në fakt, midis brezave. shkollat më shumë kjo i ka prekur, edhe kemi nxënësit e shkollës Maltës që mezi po e presin dhe janë kështu shumë të angazhuar që kur do shkojmë të vinë të përgatisin pakot, kur do bëjmë vizitat, kanë me padurim. Duket që i prek pjesën e fëmijëve, e prek më shumë kjo e gjyshrit. Sepse është ajo dashuria Është ajo që dhe ti the, ne Kila. kemi për gjyshrit, edhe ndoshta për ata që nuk i kanë, është ajo nostalgjia që Po, na prek patjetër. Por në edhe. fakt dhe edhe vetë të moshuarit, vetë gjyshrit kanë më shumë nevojë të shohin një fëmijë ose fëmijë po them, po edhe diçka më të rritur, një adoleshent, se sa një të rritur, se i sjell më shumë gëzim ai fëmia kur i troket në Është ajo marrëdhënia e sinqertë, nëse mund ta quajmë kështu, Po, edhe mund ta shumë lidh e me dashur pjesën e midis tyre. prindërve të mi. Për shembull, unë ju shkoj shpesh për vizitë edhe gjithmonë i çoj dhe fëmijët, sepse ata janë shumë të lidhur me fëmijët e mi. Ka ditë që shkoj vetë dhe më thonë, po çfarë ke ardhur ti? Ku i ke fëmijët? Pse ke ardhur? Na ndodh Kështu kjo patjetër. që do jetë shumë, mendoj që do t'i gëzoj shumë të moshuarit kjo pjesë përfshirja e fëmijëve. Në fakt, kjo qëndron vërtet pasi dhe ne aktivitetet që zhvillojmë në qendër, në momentin që fëmijët janë pjesëmarrës, të moshuarit emocionohen, edhe mbase lëshojnë dhe dy pika lot, duke ndjerë edhe atë mungesën që mund të kenë të familjarëve të tyre, të nipërve, të mbesave, edhe është vërtet diçka që mendoj se do t'i emocionoj dhe do t'i gëzoj në të njëjtën kohë. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të prezantuar edhe detajet e fundit të nismës Një zemër për festa, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën Dashuria e Perëndis, kënduar nga Gloria Nure. Dashuria e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuria e Tij do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, ai më merr me dëmshuri, dashuria e Tij nuk ka kufi. Dashuria e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuria e Tij do të vi, dhe
shpejt jeta ime do jetë e ti. Dorën noti zgjasa ti, ai më merr me dëmshuri. Dashuri e ti nuk ka kufi. Dashuri e ti nuk ka kufi. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Ilden dhe Venerën, edhe për të zbuluar më tepër nga nisma e tyre më e fundit Një zemër për festa. Ato janë duke prezantuar, por patjetër është një grup shumë i madh me të cilët ata janë duke realizuar këtë nismë. Fondacioni Misioni Emanuel për zhvillim dhe integrim, edhe patjetër një rëndësi të madhe ka komuniteti, donatorë të ndryshëm, biznese, institucione të cilat janë duke dhënë mbështetjen e tyre për realizimin e nismës Një zemër për festa. Duhet të ndalem pak më tepër tek ajo që ju shpresoni që të sjellë kjo nismë, jo vetëm në aspektin material, por edhe emocional tek të moshuarit. Pak a shumë e prekët për gjatë bisedës në studio, por nga ana tjetër besoj që e shihni edhe si një nismë që do të ketë vazhdimsi, pse jo, edhe në vitet e tjera, sepse po ndodh për herë të parë. Po, pikërisht kjo është dëshira jonë, që kjo të mos ngelet thjesht një nismë, por të kthehet në një traditë. Do më thënë, jo vetëm traditë festive, jo vetëm në rast festash, por në një farë mënyrë të bëhet një kulturë e re për kujdesi, dhe ne duam të bëjmë pikërisht për këtë, pra të frymëzojmë komunitetin, të frymëzojmë qytetin tonë, që t'i kthej syt nga ata që heshtin. Është ajo që përmendë edhe pak më herët, Ilda, përpiqeni të përcjellni një lloj kulture që ndoshta është zbehur për arsye nga më të ndryshmet në komunitetin tonë. Po, sepse dhe rutina të rëmben, edhe duhet nga një herë të ndalosh, të reflektosh, se duhet dikush të ngacmoj që ta ngacmoj atë ndjenjën që ti e ke brenda vetes për të kujdesit, të dhurimit, por që e ke haruar diku. A janë më të ndjeshëm nga ajo që ju keni vënë re deri më tani komuniteti, njerëzit në periudha të tilla festash për të qenë një mbështetje për iniciativa të tilla, ndryshe ndoshta nga periudha të tjera të vitit? Po, dhe kjo ndikon, mendoj, dhe kjo ndikon, prandaj unë thash që nuk duhet të jetë thjesht si traditë për festa, por duhet të ndodhë në vazhdimsi, sepse ashtu si dhe Venera e tregoi dhe nga puna e përditshme, problematika më e madhe e tyre është pikërisht vetmia, mungesa e kujdesit, edhe një shërbim që ofrohet nga ana jonë nuk është se ja plotson të gjitha nevojat, kështu që është e nevojshme që dhe komuniteti të jetë vazhdimisht i përfshirë në këto gjëra dhe jo vetëm në këto raste. Pra, jo çfarë ne shpresojmë në fakt që të moshuarit të ndjejnë, është që ka dikush, domethënë është dikush mbrapa asaj derës të shtëpisë që i dëgjon, që i kujton mbi të gjitha dhe i shikon, e kthen kokën mbrapa për ta. Duke qenë se vizitat tona janë të shpeshta, kjo do jetë diçka përmbyllse për vitin, jo për vazhdimësinë e projektit, por që shpresoj që të jetë diçka që të lërë kujtim në fakt te ata, dhe besoj se do jetë e tillë. Dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta po e dëgjojnë për herë të parë të nismën, duan t'ju bashkojnë, mund të ndani pak më tepër detaje se kur do të finalizohet, si ata mund t'ju kontaktojnë për të dhënë mbështetjen e tyre në gjitha format që mendojnë se mund të japin një ndihmëse dhe një mbështetje, dhe nga ana tjetër cila është dëshira apo edhe ëndra juaj më e madhe për këtë nismë. Po, të gjitha ata që po dëgjojnë për herë të parë dhe nuk e kishin dëgjuar më herët, mund të hyjnë tek faqja jonë në Facebook ose Instagram për të mësuar më tepër rreth nismës. Aty kemi edhe kontaktet tona, ata lehtësisht mund të na kontaktojnë për të mësuar detaje. Edhe ashtu siç e përmend Akila, në këtë moment jemi afër finalizimit, le të themi, të pjesës së grumbullimit, po jo finalizimit të idesë. Kështu që duke filluar nga java e dytë e dhjetorit edhe më tutje, do të kemi atë kohën që do të ndajmë kalendarin e vizitave, dhe të gjitha ata që duan të përfshihen dhe për këtë pjesë, përsëri mund të na kontaktojnë në numrat tanë të telefonit.
janë të Edhe gjatë kësaj periudhe patjetër ju keni deri momenti- ditën e fundit, le të themi, është i mirëpritur kushdo, për çfarëdo lloj, se siç e thash, nuk ka asnjë dhuratë të vogël, asnjë kontribut të vogël, mund të kontribojnë në të cilën mënyrë të duan. E rëndësishme është që t'ju bashkohen. Po. E di që ju jeni gjithmonë edhe më tepër aktiv dhe me aktivitete të tjera, jemi në një periudhë festash. Shumë shpejt presim festat e nëntorit, që të moshuarit me zi presim, jam e sigurt që kanë atë dashurinë, entuziazmin, ndoshta edhe nostalgjin për t'i festuar, por edhe festat e fundvitit. Prandaj në vijat përgjithshme cilat janë planet edhe aktivitetet që ju do të organizoni në kuadër të këtyre festave apo edhe diçka tjetër që ndoshta unë nuk e kam përmendur. Atëherë gjej rastin përsëri në fakt të bëj dhe një thirrje për të gjithë të moshuarit që të jenë pjesë e qendrave komunitare Epoka e Art, të bashkohen me ne dhe të jenë pjesë e aktiviteteve të shumta që ne bëjmë aty. Aktiviteti i radhës në fakt është aktiviteti i festave të nëntorit, ku nuk do mungojnë as jo vetëm shërbimi që ne do ju ofrojmë, por edhe shërbimi i fëmijëve. Në bashkëpunim me qendrat e fëmijëve, qendra ditore të fëmijëve, ata do jenë pjesëmarrës duke kontribuar me një shfaqje të vogël, të cilët të moshat besoj do e vlerësojnë shumë dhe do jetë një ditë festive për ta. Do jetë bashkimi i brezave që ne përmendëm edhe më herët. Po? Në vazhdimësi në fakt të projekteve, të aktiviteteve që ne do kryejmë, një ndërta është dhe ekskursioni. Ne kryejmë një ekskursion në fakt ku të gjithë të moshuarit, të cilët janë pjesëmarrës të qendrës, mezi e presin në fakt këtë shkëputje nga realiteti deri diku, se sikur ndryshojnë nga rutina, po ndryshojnë atë rutinën e tyre të përditshme. Por nuk do jetë vetëm kjo fundi i aktivitete në fakt të vitit, do jetë dhe pjesa e ankandit, ku të gjitha punimet, sepse ne në qendër bëjmë dhe punime, i bëjmë të moshuarit në fakt, punime dore, të cilat punime artizanale, të cilat kanë vlerë në fakt, dhe ky ankand do jetë vlerësim për ta, pasi do jetë e mundur të promovojnë këto punime që ata bëjnë dhe mbase të vlerësohen sa më shumë nga të gjithë. Patjetër, është një ndër pjesët e rëndësishme, e cila përcjell gjithashtu mesazhe shumë të rëndësishme ndërgjegjësuese, ku edhe komuniteti, por edhe çdo individ mund të jap kontributin e vet. Unë i falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndati, ishte kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme. Ju përgëzoj për këtë punë kaq të madhe, këtë mision, do ta quaja një mision shumë të rëndësishëm që jeni duke ndërmarrë, dhe nuk e di, ndoshta diçka të fundit që do të ndani në këto momente, një mesazh qoftë edhe për të moshuarit e tjerë që kanë pranë tyre, isha duke menduar teksa jemi duke biseduar, ndoshta edhe të moshuar të cilët kanë fatin, mundësinë për që pranë fëmijëve të tyre, nipërve të tyre, mund t'ju bashkohen edhe ju në këtë nismë, edhe të vizitojnë bashkëpunëtarët e tyre, shokët e vet. Ne në rast parë ju falenderojmë që na i dhat këtë mundësi që nëpërmjet Radios Emanuel edhe ne të promovojmë një pjesë të punës tonë. Ajo që ti sa po the Kela është shumë e rëndësishme, sepse pjesë e komunitetit është edhe një i moshuar që viziton një shoqen e vet, dhe kemi plot raste të tilla, me sa di unë, Venera, ju keni sidomos gratë me njëra tjetrën, edhe kjo pjesa që përmendi Venera, puna e dorës i ka lidhur disi bashkë, domethënë. Pastaj tek ëndra jon, ajo se çfarë do donim ne të kishte në vazhdimsi, është që askush, asnjë i moshuar të mos i kaloj festat vetëm. Por ashtu siç e kemi edhe thirrjen, le t'i bashkojmë zemrat që këto ditë festash të bëhen më me kuptim. Dhe le të jetë kjo nismë fillimi një zinxhiri mirësie i cili do të vazhdojë dhe në vitet në vazhdim. Nuk e di Venera, ke diçka të fundit për të ndarë? Qoftë edhe për bashkëmoshatarët e tu. Normal, në fakt unë përfaqësoj një gjenerat të re, në fakt. Dhe ju bëj thirrje në fakt të gjithë moshatarëve të mi, të jenë pjesë e nismës, qoftë edhe për
jo nga ana monetare, por dhe nga ana e vizitave, pasi ne do bëjmë dhe këtë, siç e tha dhe Ilda, me pjesën e shkollave, i ftoj të gjithë në fakt të jenë pjesë e kësaj nisme, që të finalizohet me sukses mbi të gjitha. Unë ju falenderoj. Po Dhe le t'i bëjmë të moshuarit të ndjejnë mira të ditë, sepse siç e thash, ata mund të harrojnë se çfarë ne i kemi çuar, por nuk do harrojnë kur atë mënyrën se si i kemi bërë të ndjehen. Edhe le të mos harrojmë, jam e sigurt që emocione, ndjesi do të kenë Shumë vlerë. vlerë, por ndonjëherë shumë më tepër edhe ata persona që i vizitojnë, sesa Do të vetë marrin të dyja moshuarit. palët, le të themi. Është e po, rëndësishme fiks. kjo. Ishte kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme. Ju uroj shumë suksese gjatë çdo iniciative nisme që ju ndërmerrni, edhe në rastin e në nismës Një Zemër për Festa. Shumë bekime në punën tuaj të përditshme. Ju uroj gjithashtu një ditë mbarë në vazhdim. Ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio për të shkëputur dhe për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, dhe bashkë miq rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me minutazhin e mbetur të puntatës së ditës së sotme. Për